Fletmikja e ngushtë e Egli Takos pas rikthimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. E ftuar në një studio televizive nëpërmjet një lidhje Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte shoqja e ngushtë e Eglit, Paola. Ajo tregoi më shumë rreth situatës e Eglit, arsyen pse ajo vendosi të rihynte në Big Brother dhe gjithashtu u ndal edhe te raporti me Gjestin. Çfarë mendimi ka shoqja e ngushtë e Eglit në lidhje me marrëdhënien aktuale që banorja ka me Gjestin pas rikthimit? E pritshme, mendoj se pas rikthimit, Egli është më ftohtë, jo emocionalisht, por po vepron me logjik më shumë se sa me zemër. Më pëlqen ky raport i banor dhe lojtar që kanë krijuar tani, është i lezetshëm, shpresoj që të jenë të aftë që ta mbajnë. I pëlqen asaj Gjesti për mikeshën e ngushtë e Eglit? Përderisa asaj i pëlqen Gjesti, unë nuk kam asnjë koment negativ për Gjestin, tha Paola. Në fund të intervistës ajo dha edhe një mesazh. Duke marrë parasysh të gjithë komentet negative aty jashtë, doja të thosha se ne si njerëz e humbasim busullën tonë diku dhe e rëndësishme është që duhet të gjejmë edhe rrugën tonë e errësirë. Egli është një vajzë që me karakterin e saj i ka dhënë shumë ngjyra këtij edicioni të Big Brother VIP. Më vjen keq kur dëgjoj disa njerëz aty jashtë që në petkun e statusit profesionist japin diagnoza për një vajzë e cila është në kushte jo normale. E izoluar dhe kjo është diçka që e lëndoi edhe Eglin kur doli jashtë. Mesazhi im është që duhet të jemi më racional me fjalët, komentet dhe me mënyrën se si i shprehim. Shoqëria jon ka nevojë për shumë dashuri dhe të jemi pak më empatik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.